Situata e krevatit midis Mirit dhe Selinës vijon ende të prodhoj situata në shtëpinë e Big Brotherit dhe me sa duket është i vetmi grep që e mban Mirin aktiv në atë shtëpi, duke hedhur dyshime apo dhe duke hedhur pikpyetje për dinjitetin edhe për ndjesitë si sipas tij, raporti i tyre pra i Mirit dhe Selin mund të interpretohet e duke qenë tek interpretimi, orët e fundit është hedhur një shashk në shtëpi. Ka qenë Gimbo ai që i tha Selin që Rogerti ka nënkuptuar me një lloj shenje, se si e ka kuptuar Rogerti shenjen që i ka bërë Miri, unë nuk di ta them, por ka kuptuar që Selin e pas ka prekur, e më pas të informacion e mori Selin, e siç ka treguar gjithmonë që nuk tutet, nuk ka frikë të përballet, e të japi shpirtin kësaj loje, ju drejtua Mirit e duke thënë, ty zotëri, unë të kam prekur në krevat? Jo, tha Miri, gjithmonë ka qenë nxitës i këtyre pikpyetjeve, i këtyre situatave dhe në përgjigjen që Miri i jep Selin, pra ai e pranon që ka ndjesi. Më në fund e pranon që ka ndjesi, se thot, ne të dy o kemi bërë ironi me këtë gjë, ose jemi të vërtet. Pra, ai nuk e heq asnjërin as tjetrën. Në këtë ai që i jep Selinën tregon që ka ndjesi, më në fund e ka pranuar që ka ndjesi për Selinën edhe duke u rikthyer në kohët e lashta, se është bërë tani më të flasim që në ditën e parë të krevatit kur u ngjiz ky çift, në pjesën e parë që Selin shkoi tek shpella, ai në dhomën e rrëfimit, të gjithë e mbaj mend, duke i rënë dorës me shishe, tha ja, tha na ndan, tha unë atë e dua, pra tregoi një lloj ndjesie që ai nuk po ndihet mirë, që nuk e ka Selin, edhe e ka vazhduar këtë narrativën e krevatit që me sa duket do të jetë deri ditën e fundit të ekzistencës së të dy personazheve brenda shtëpisë, edhe të gjitha ujërat janë që deri në finale, se edhe pse Miri nuk i ka dhënë shpirtin kësaj loje, por në një farë mënyre edhe ka mbajtur gjykime të forta, siç është deklarata e familjarëve të Selin, kryesisht e babait që ka quajtur pervers, që ky në fakt mashtroi Nikolon kur i tha që unë nuk e kisha të drejtën për ta treguar atë që kishte në kutinë e Pandorës. Kjo qëndron pas Ledioni tha ti nuk ke të drejtë. Por ajo çfarë Miri i tha Ledionit në prajmin e parë një muajve kur hapi edhe kutinë e Pandorës, i tha edhe nëse do ta kisha të drejtën për ta treguar këtë informacion që unë mora se si e ka parë babai Selin në raportin ton, unë nuk do ta tregoja tek publiku, tek banorët dhe do ta mbaja për vete. Por ndërkohë mbrëm Nikol, ai i tha në një bashkëbisedim se duket se kur Miri kërkon të rekrutoj një banore të re, se nuk bën dot lojra pa këto situata, pa këto thyrje tabush, është padyshim një tabu kjo që po ndodh për herë të parë në Big Brother, që një burr i martuar në moshën e Mirit të ketë ndjenja edhe kërkoj që t'i shfaqë edhe personin tjetër 23 vjeçar, siç është Selin, që ka ndjenja për të. I tha Nikol që unë edhe nëse do ta kisha të drejtën për ta thënë, do ta tregoja, ndërkohë që mashtroi edhe nuk e tha të vërtetën, se aso kohë Ledionit i tha edhe nëse do ta kisha të drejtën nuk do ta tregoja. Pra i kërkon tani më me do emoci të aveshi ndjenjën që ai ka edhe Selin. E bëri në atë bashkëbisedimi që kishte javë më parë me Juelën, duke i thënë ti si femër, i tha, a e kupton që kjo vajzë nuk po ndjehet mirë me Gimbon, a e kuptojnë që kjo nuk po ndjehet mirë si femër dhe donte të kuptonte ndjesitë e Selin. E ndërkohë me këtë të dytën që po qarkullon nëpër shtëpi që Selin e pas ka prekur, ndërkohë që të dy ranë dakord që nuk janë prekur, nuk kanë pasur nga ana e Selin asnjë lloj situate, dhe pse më kujtohet kur ishte në një lloj televotimi në ato javët e para kur bën valizet, kur ishte edhe Luizi në shtëpi, që ishte në atë televotimin e fortë që ishte edhe Brikena, edhe pa diskutim edhe mirë se kush do të linte shtëpin, ishte edhe Luizi dhe Artani. Selin i vuri diçka në valizën e tij si një kujtim. Pra edhe Selin e ka ushqyer këtë veprim, këtë bashkëjetesë me Mirin, edhe pse Miri thotë që kjo situatë interpretohet, në publik është interpretuar në këtë qasje që ne kemi thënë gjithmonë, një burr që është i marrosur pas Selin, që ndjek vetëm lojën me të, që është qepur vetëm krevate dhe nuk përshqepet dot në asnjë moment dhe kërkon situata vetëm në këtë direktive, dhe gjithë kjo u rikthye me ftesën e dasmës që edhe Selin ka ato loret e saj dhe të ditës pse të mos luaj, për të jetë e vërtet ku tha që
Unë nuk doja ta ftoja Mirin, për e ftoj me emrin e Gimbos, ndërkohë që ishte ajo që kërkoj që të ftonte, Gimbo nuk donte. Pra, këto lojra që po bëjnë janë të kuptueshme në një format si Big Brother, por ku bëhet bilanci, ku bëhet prajmi, vjen personazhet në atë tabelën edhe shikohet kush ka vepruar gabim, kush ka folur gabim dhe kush e ka tendencën për t'ia veshur tjetrit ndjesi që nuk i kanë. Dhe në atë që ne po lexojmë është Mirja që ai non stop ka këtë tendencën që t'ia veshi ndjesit, se thot, ai lë vetëm dy alternativa, o të dy kemi bërë ironi me këtë gjë, o të dy jemi të vërtet, pra që ka pasur një ndjesi dhe ka një lloj xhelozie midis tyre, që tani është kthyer në një lloj urrëtie, ku dhe Selin thot që nuk e dua më Mirin në shtëpi. Nuk besoj që do të jetë shumë e hishme dhe për vetë Mirin kur do dalin nga ajo shtëpi, se besoj që e ka të gjithë situatën që u fut në shtëpi, të gjithë angazhimin e tij dhe të gjithë këtë përvojë në Big Brother për të rikthyer në skenë. Dhe padyshim kjo hija e krevatit, kjo shija e një lloj manjaku që cilësohet edhe në rrjet që gjithmonë ka bërë ky veprime, nuk ka bërë Selin. Është parë më i dukshëm Miri në këtë raport, me gjithë ato shikimet që ka bërë, me gjithë ato mimikat që bën dhe në praj, me gjithë tensionin që ka, por edhe me ato fjalët që i ka thënë aso kohë Gimbos që kujdesti me këtë vajzë, pra si një lloj presioni që nuk e bën një baba, siç e etiketoja i ditët e para raportin me Selin, që dukshëm është e vetmja qasje që ai të mbes në këtë shtëpi, vetëm duke grëmuar dhe vetëm duke gryer në këtë gjë që ai kërkon do e mos, edhe ka një lloj tensioni se në bisedën që kishte dje, në bashkëbisedimin që kishte dje me Selin, kjo rrinte e ftohtë tek e ulur brenda në living, ku se ai lëvizte, qarkullonte dhe një njerëz që është në siklet, një njerëz që nuk është, le të themi, i 100% i sinqert, ka këtë lloj reagimi, ka këtë lloj tensioni që çohet, bën gestikulacioni, nuk i vë pikat, dhe pse ku kishin atë diskutimin e tyre për këtë fjalën që pas ka dëgjuar Rogerti me mimikat edhe me shprehit e Mirit që është prekur nga Selin, në atë shtëpi dhe banorët u fut Artani, u futën të tjerë dhe le të themi nuk ishte një lloj bashkëbisedimi për ta ndarë shapin nga sheqeri, por siç e përmenda, ky shap edhe ky sheqer nuk do të ndahet për sa kohë. Vetmja situatë që e mban Mirin në këtë shtëpi është e krevatit dhe do ta mbylli me krevatin. Kjo është një panoramë e kësaj situate që ka ndodhur orët e fundit, që për mua Miri çdo ditë e më shumë kërkon të zhytet në atë gropën e zezë që është futur dhe kërkon të marrë me vete, edhe Selin duke thënë që kjo vajzë ka ndjesi për mua, kjo vajzë ka provokuar lojën, kjo vajzë e ka mbajtur këtë lojë, ose lë opsionin që ne e kemi bërë me ironi. Me ironi nuk mund ta bësh një lojë 80 ditë, se i bie që t'jesh fake nga dita e parë deri në të fundit. Një tjetër zhvillim të një tjetër situatë që ka ndodhur në shtëpi që ka të bëjë sigurisht me Mateon dhe me Edisën, një qasje që unë e kam kritikuar dhe me një postim që kam bërë në Instagram, se nuk është as pak e hishme, sidomos kur fjalë të tilla dalin nga një grua që kishte një bisedë kur ishin në dhomën e gjumit, e që Edisa e pyeste ku e ke palestrën, e Mateo i thoshte tek kthesa e Kamzës, okay, do të vi unë, do të pim një kafe ku dalim nga Big Brother, se ndryshe ti nuk e si të më njohësh mua në përditshmërinë time dhe zëk nuk do bësh. Pra një lloj kërcënimi i shëmtuar që vjen nga goja e një gruaje është shumë e rëndomtë dhe është qasja e gabuar dhe duhet të marrë fund ky lloj fenomeni i takimeve nëpër kafe, se nuk është askush i fortë në këtë botë, gjithë janë të fortë kur duan dhe të gjithë i kanë mundësitë për të treguar forcën, dhe nuk është e hishme të bëhet kjo deklaratë në një Big Brother që shikohet 24/7 dhe që jep një tjetër kultivim të një qasje që është e gabuar dhe është totalisht nonsens që një agrevim të vi në fjalët e një gruaje që është krijuese, është lindse dhe është barbajtse në këtë botë, dhe nuk është ajo që fut spicat, nuk duhet të jetë ajo që të thrasi në shere, në këto kërcënime apo edhe në këto sqarime nëpër kafene që rëndomt kuptohet se si është kafeneja ku thirret në këtë vorbullën e deklaratave që bëhen edhe në përditshmërinë tonë, pra për të sqaruar, për të treguar se kush është i fortë, se e tha dhe Disa, do të shikojmë se kush ka më shumë miqe, kush ka më shumë shoke, ti do rish zët para meje.
është një veprim i dënueshëm, është një veprim që nuk duhet të jetë si një lloj shembulli apo një lloj qasje për të sqaruar nëse Edisa realisht do të mbrojë dinjitetin e saj që është prekur nga komente apo veprime nga Mateo, duhet t'i bëj aty brenda shtëpisë dhe të mos e çojë situatën për të sqaruar përtej mureve se nuk është as pak e hishme, as pak e duhur dhe as pak e nevojshme që ne t'i japim shembuj që sqarimet në atë shtëpi që dihet një lloj tensioni, e kuptoj edhe Edisën që është në këtë tensioni midis çiftit Mateo dhe Brikena për të marrë më shumë ajo vëmendje për të përçarë dhe për të pasur një lloj dinamike, duke qenë që është edhe në televotim, mbetet për të parë se kush do të dalë, se po prek edhe pak pjesën e televotimit ku është pjesë Rogerti, Artani, Edisa dhe Egi. Më shumë në pikpyetje është Artani dhe Egi, sepse Artanin e kam parë që nga mëngjesi që po kapet me Rogertin, pra kërkon të jetë i gjallë në atë lojë, ku se nga ana tjetër përshikoj edhe një lloj suporti në rrjetet sociale për Egi, një zonjë me klasë, ndryshe nga banorët e tjera që ka të finesën, maturinë, qetësinë, dhe i duhet Big Brotherit një elementi tjetër që edhe banorët të kenë bisedime apo të marrin mendime, opinion, pra të jetë një banor me qëndrueshmëri dhe jo agresive dhe në këto vorburat e banalitetit, e agresionit edhe që të bëjë gjithçka për lojën. Për mua Artani është konsumuar, po shfaqet si një lloj dede i mefsh, sikur nuk kupton, sikur do të bëj këtë djalin, ndërkohë që është një burr që duhet të ruajë dhe profilin e tij, po kthehet një lolo, një palaço, një klon, pra po i bën të gjitha këto që po del ndoshta jashtë kornizave se si ne jemi mësuar të shikojmë një artist në skenë dhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, ndoshta ai po përjeton me gëzim më të madh me të gjithë qenien e tij për mënyrën se si shfaqet edhe si një fëmijë llastuar, si fëmijë tekanjoz apo si një fëmijë i lasdruar, siç u shpreha, po bën të gjithçka, po bën çdo lloj situate që ai të ketë qëndrueshmëri në lojë dhe të ketë debate të vijueshme, se i kemi parë në prajmin e shkuar që u fol vetëm për pastërti dhe për asnjë lloj situatë tjetër. Do të vinte keq që do dilte Egi, pasi siç e përmenda edhe unë i pajtohem mendimi që qarkullon në rrjet, një zonjë me klasë, një figurë që ka një lloj stabiliteti në atë lojë dhe i duhet ende lojës një personazh si ajo, se banorët ndajnë mendimet e tyre, edhe ajo jep qasjen se si e shikon lojën dhe jep një mendim të shëndetshëm pa pasur ato trysnin apo fiksimin për të patur banalitet në diskutime apo edhe në krijimin e situatave që herë janë boshe, siç ishte ajo që kishte Rogerti me Selin dhe unë i qëndroj mendimit të Mateos që të dy e kanë këtë lojë. S'është e çuditshme se si Rogerti sot kur ishin në dhomën e rrëfimit, pati një lloj diskutimi me Selin dhe i tha ti më ke ofenduar gruan, fëmijët dhe bëbënte kryqin, dhe Selin që i tha o kryqi, pra mos e përdor kryqin për të tilla situata dhe mos e përdor fen. E më pas Rogerti doli në bore, bërë një situatë ku përfshi edhe Juela kundër Selin, duke i thënë ti nuk mund të përdorësh fene, kush je ti që prek në këto ujëra, ndërkohë që Selin e sqaroi që unë jam vetë këtij besimi dhe kurse si nuk e thash për ta prekur apo për ta njëllosur apo për të baltosur fen. Pra, krijon situata nga hiçi i nxjerr Rogerti dhe është e çuditshme se si në një moment ai, le themi, e ka baltosur kaq shumë thellë figurën e Selinës, kaq shumë e ka prekur në moral dhe ka bërë atë sikur është një femër që shitet në Dubai, ndërkohë që i jep këshilla ndau nga Gimbo apo mos i fol kaq ashpër Shëndritit. Pra, nuk po e kuptoj më Rogertin, a është realisht kundërshtar me Selin apo është ky krau i djathtë që po i jep këtë qasjen tjetër në lojë që të mos fokusohonte vetëm tek pjesa e mirit Selin, pra një lloj plani nga jashtë ku edhe qarkullojnë gjëra të tjera, sikurse edhe Gimbo që ka futur me plan në këtë shtëpi për të ndarë Selin, pra të gjithë që kanë futur për të bërë Big Brother Selin dhe askush nuk që ka futur për të bërë Big Brotherin e tij. Lexova diku që mund të jetë një njojë që ka Gimbo me vllajën e Selin, se të dy DJ mund të ketë lidhur jeta dhe mund të ketë lënë ndonjë sinjal, por nuk besoj në kaq shumë lidhje se u fut kunata që ka futur Rogerti, që ka futur Gimbo për ta ndarë Selin nga miri, po pse kaq e pamundur ka qenë për të ndarë Selin nga miri, ndërkohë që ka qenë vetë ajo që ka pranuar këtë realitet me mirin, të jemi të drejt për drejt, nuk ka bërë shumë situata, mimika apo gestikulacione siç ka bërë miri dhe ofshamat e tij, mimikat e fytyrës edhe këto ngacmime që i hedh javë pas jave,
prekjet apo ndjesit. Sa kaq një tjetër situatë që besoj ka shumë interes që po qarkullon në orët e fundit është që mbrëm Stenaldo pas ka tentuar që të dalë nga shtëpia e Big Brotherit, edhe pse është një nga banorët që vlerësohet shumë për atë qëndrim që ai ka, për të qenë i fortë për të përballuar këtë realitet të Big Brotherit dhe që nuk po stepet as përballje që ka me mirin as agresionin e keq që ka mirë kundër tij dhe që e nominon çdo herë Stenaldo sa herë që janë nominimet miri Stenaldon dhe ndoshta është lodhur, ndoshta ndjen një lloj brenge, nuk e di çfarë mund të ketë shtyrë Stenaldo këto që po flitet që kanë tentuar që të dalë nga shtëpia e Big Brotherit, mbetet për të parë nëse do të jetë një informacion real për të parë pamjet dhe për të kuptuar se çfarë e ka shtyrë një banor që ai që shihet edhe pretendent për ta fituar këtë do të jetë ndryshe, një fitues ndryshe si asnjë njeri tjetër, Stenaldo, për të kuptuar dhe ndjesitë e tjera, për të kuptuar ndjesitë e tija. Pak a shumë ky ishte edhe Troç Merini për gjitha këto dinamikat, por e lash për në fund, për jo më me pak rëndësi, më në fund kemi një lloj shkrirje, puthje, ledhatime, përqafime dhe lojra që deri diku po komentohen si në rrjet si shumë të tepërta, ato kapjet që i bëri Matteo Brikenës, por edhe prekjet mbulesa e kokës me xhup për hir të së vërtetës. Të tilla veprime ne i kemi parë në telenovela, i shikojmë në jetën e përditshme, i shikojmë kur një çift e ka të lirshmërinë dhe ka ndjesinë e bukur për të luajtur dhe nuk besoj që Brikena është ndjer e lënduar se i bënte të njëjta veprime me Matteon dhe besoj që këto gojët e liga në rrjet thjesht e dramatizojnë një situatë që nuk është dramatike për ta vënë një peshë që nuk është në faj. As pak, as Matteo, as Brikena, se janë sjellje që nuk janë, besoj unë, të agravuara apo që japin sinjale, janë veprime që i bëjnë dy njerëz që e kanë qef njëri tjetrin, dy të rinj që e kanë qef njëri tjetrin dhe ndoshta që janë në sytë e kamrave të Big Brotherit mund të gjykohen dhe mund të interpretohen si sjellje apo veprime që nuk duhen të ushqehen tek masa, pra që ta kapësh tek fyti apo që t'ja mbulosh kokën me kapuçe, të tilla veprime që janë që lindin nga ndjesia dhe nuk lindin nga një lloj, nuk ishin në një lojë, nuk ishin në një presion, pra i bën nga gëzimi, pak a shumë kështu i pashtë dhe kështu janë, se nuk ishin që kishin një presion loje apo një tension tjetër që Matteo të pengonte Brikena apo Brikena të pengonte Matteon, por këto prekje që po bëjnë do të thotë që mund të kemi edhe një afrim, një puthje, një çift tjetër në shtëpinë e Big Brotherit dhe një dasëm që besoj do të ndiste rrjetet sociale dhe do të tërbonte të gjithë ata që e mbështesin Briteon, që pa diskutim janë një nga çiftet që do publiku të krijohet në atë shtëpi dhe ka një simpati të jashtëzakonshme si Brikena edhe Matteo. Më kryesorja tipni komentin tuaj dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.